Hoxha Ahmet Kalaja mbështet Gjestin në këtë format, ja çfarë shpërndan ai. Gjesti me qëndrimet e tij në këtë Big Brother VIP Albania ka rrëmbyer zemrat e mira ndjekësve shqiptar. Kjo e fundit ka ndodhur edhe me hoxhën e njohur Ahmet Kalaja, i cili ka shfaqur mbështetjen e tij të pakushtëzuar për Gjestin, teksa po afrohet edhe finalja e madhe 19 prillit, ku Gjesti është favorit. Gjesti ka treguar se sa të rëndësishëm janë këshillat dhe udhëzimet që ofrojnë hoxhët e në veçanti ka përmendur hoxha Ahmet Kalajan. Ai në një bisedë në orët e mbrëmjes teksa po bisedonte me Eglin, ka shpërndarë edhe një mesazh pozitiv duke përshëndetur edhe hoxha Ahmet Kalajan teksa tha: "Më pëlqen një hoxh të ju, Ahmet." Po Ahmet Kalaja, më pëlqen shumë se si jep mesazhet dhe po ti dëgjosh të gjithë si atë si Elvis Naçin, Shevqet Kastratin, të gjithë këto që kanë studiuar dhe e dinë shumë mirë punën e Kuranit kanë të përbashkëta të gjithë pikat. Pa më pëlqen veçanti sepse di se të na udhëzoj e më bën të qesh shumë. Ka thënë Gjesti, teksa edhe Egli e ka vlerësuar duke thënë se videot e tij janë bërë mjaft virale edhe në TikTok. Gjesti u rrafye se i dëgjon shumë këshillat e hoxhallarëve, teksa tha se do të mësoj më shumë për gjithësinë, por edhe botën e përtejme. Teksa kjo marrëdhënie tregon se si figura e lider shpirtëror mund të ndihmojnë individët në mënyrë të vlefshme e thelbësore. Teksa hoxha Ahmet Kalaja, i njohur për mençurinë në qasjen e tij moderne ndaj besimit, ka zgjedhur të reagojë për këtë bisedë, teksa është bërë shumë herë tag në rrjetet e tij sociale. Ai ka treguar mbështetje për Gjestin, teksa ka publikuar një pjesë të bisedës së tyre, ku shprehu dëshirën se në Zoti na përdor për të mirë, duke theksuar rëndësinë e përdorimit të platformave për shpërndarjen e mesazheve pozitive. Ai ka shpërndar 2 herë këtë bisedë të Gjestit me Eglin, teksa fansat e Gjestit janë falendërues për këtë ndihmë që po i bëhet Gjestit.